Përshëndetje të gjithëve, kësaj here në podcast do të fokusohemi tek protestat që janë duke u zhvilluar anë mban shqiptarisë për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët siç dihet për 5 vitesh janë në burgun ose më saktë në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Me mua është një ish luftëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një herazi edhe një isht i përgosur i Hagës, zoti Nasim Haradine. Zoti Haradine, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje për ju dhe dëshmisht të juaj. Po kalojnë muajt, po kalon koha. Zoti Haradine, po kalojnë muaj, po kalon koha, po shtohen akoma më shumë edhe protestat ndaj burgosjes së palishme të ish luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në çfarë faze jemi? Kemi parë që ka pasur edhe shumë dëshmitarë që kanë dëshmuar pro tyre në dhomët e specializuara. Po unë mendoj ata që kanë dëshmuar pro edhe vula e së vërtetës, sepse kapacitetet e tyre e të monitorimit të luftës dhe atë turkes, por edhe luftët që ka kriju, ose luftimet që ka bërë Serbia, ata kanë pas mundësinë e monitorimit detaj të atyre luftimeve. Prandaj, ata e në burimi i së vërtetës në kuptimin e krejta se çfarë ka ndodhur dhe krejta se kush çka ka mujt me bo apo më kesh përdor në luftë. Prandaj, këto burime janë burime informatash dhe si dëshmit me faktike që narrativet të cilë kjo gjykat e pa drejt politike ka dashur të ndërtoj. Dhe me këto fakte ajo rrëzë poshtë vetë qëllimin e kësaj gjykate për mua raciste, kriminale, dhe në një kuptimi edhe një bashkësi ose grup për bashkët kriminal ekonomik i cili më tepër ka në interes rrogat, pagat e majmet të tyre dhe sa vetë ndarjen e drejtësisë. Qartë, zoti Haradinaj, ju keni qenë vetë në atë burg, a është ashtu siç thuhet, çfarë ndodh atje brenda? Unë kam qenë në burg dhe për pjesën që kam qenë në burg, unë edhe kur flas për këtë gjykat, unë nuk flas me inat për atë gjykat pse mua më ka burgos. Sepse fundja në atë burg unë kam shku vullnetar me gabimin e të tyre që i bën ata, për t'ja shpërfaq gabimet të cilët kanë bërë dhe që rrjedhoi dosjet dhe dokumentet të cilët atyne u kanë dalë nga zyrat e tyre, dhe ata e informue dhe në kriju atje vetëm duke thirrë në sigurinë që do ta bëjnë, po që se ndërtojnë ato jashtë vendit. Që kjo është një kapitull prej tjetër. Por kushtet, kur në krahasoj me burgjet që ka bë Serbia, që nga vitet të 81, sepse unë kam përvojë në për burgjet jugoslave, serbe, që nga 81, unë mendoj që është larg në kuptimin e torturave psikologjike, presionit psikologjik, me e rënd se sa ato burgje, ishtë këtu torturat fizike që atje ke pas të racione, flas për burgjet e Serbisë. Qartë, zoti Haradinaj, jo më larg se mbrëm, ju e keni cilësuar specialin si një grup kriminal ekonomik. Pse e keni deklaruar kështu? E deklaroj sepse ajo tash në fundi vitit dhe prej çdo vit kryetaria e kësaj gjykate trëndafillove shkon dhe kërkon buxhet për një vit duke arsyetuar me punën e madhe që ata po bëjnë. Dhe po të thosh punën e madhe që ata po bëjnë, se por edhe në termin juridik, qena apo qenta fajtor është një kohë e stërgjatur sa i përket atyre njerëzve. Mendoj është limiti, e ka kaluar limitin 5 vjeçor dhe të mbajtjes. Është rregull juridik, do të ishte parashkrukja lart apo do të ishte liru për pa mujt me krye shqyrtimin prodhitar. Kështu që prandaj këta atje kanë rroga shumë të majme, duke llogarit se për arsye se pse ofron këtë gjykat, ata gjithë buxhetin që ata kërkojnë 70% më shumë e kanë shpenzuar. Gjaja luftimin e pengesa në drejtësi, se sa për vetë arsyen apo brumin që edhe e kanë kaluar brumë për shkallën ndërtu, po që edhe këtë tjetrin që kanë për të gjithë
se a kanë bua po s'kanë bu krime. Prandaj, me plot gojë them, se ata edhe këtë vit do të mundohen me marrë bugjetet nga shtetet evropiane, që të drejt, duke besuar se kjo gjykat do të ndajë drejtësi dhe do të bie drejtësi, ata po e kesh përdorin. Prandaj jënë një grup tamam i përbashkët kriminal ekonomik, thjesht për këtë bugjet që është vakin, sikur ata t'ju ato shefi. Sepse s'kanë monitorim as nga vetë ato shtete. Mjafton me një raportim të thjesht të trëndafiloves me një kohë të caktuar ku ajo prej çdo vit i lyp bugjetin. Zoti Haradinaj, për ta bërë pyetjen drejt për drejt, ndoshta sepse ju jeni dhe një nga personat më të afërt, si të zoti Thaçi, por edhe personave të tjerë që ndodhen në burgun e Hagës, a torturohen krerët e UÇK-s në Hagë? Jo, shiqa, unë mas pari nuk jam personi ma i afërt i zotit Thaçi. Unë zotit Thaçi e kom njoft më shumë të aty, normal kuptohet, sepse ke bërë byset muj bashk. Pa tjetër që do të njohim një tretën e më shumë. Por unë mbrojtje këto që i bëj, nuk i bëj as për zotit Thaçi, as për zotin Veseli, as për as një atë personalisht, e as si kundër përgjigje që tjetër të këshia që kjo gjykat ka bota i bëj. Unë mbrojtjen e bëj së pari të jep sinjal edhe të ata që po e monitorojnë, ose po e financojnë të gjykat, se është ka bëhet një kish përdorim total. Sa për këtë tortura fizike, atje nuk ka tortura fizike të hapura, ka pas iniciativa ose incidente ku kanë mujt për shku dhe në çështjet e përdorimit të dhunës, ka të dy palët, por nuk ka ndodhur asnjëherë. Mirë po, ti bando janë vetëm nga ata disa personel aty që janë i moterus, që aty nuk e mbrojnë polici që janë drejt për drejt që vinë nga gjykata, që të cilën të thëmë të fjetën, ne e vrejmë, po na bëjmë media dhe vetë truproje tjera, të cilët kryen vetëm detyrën që do të me kryen, dhe e shojnë disponimin që edhe ata vetë kanë probleme për shembull me atë personel, person, një apo dy maks që ata i binë, i nrojnë. Mos harroni, ty ka edhe rumun që rregull nuk di çfarë, por duhet në umbrellën e asaj sepse ata kanë shtetësi, o angleze, o holandeze, dhe prandaj janë të bursuar ashtu edhe në gjykat. Zoti Haradinaj, po ashtu janë mbajtur shumë protesta. Por mos harro, për loja ime. Jo çdo herë dhuna fizike është më e rëndë se dhuna psikologjike. Mos harro, sepse dhuna psikologjike mund të krijojë as presion, sa pastaj njeriu del nga vetvetja dhe nuk i hyn kuj mo as ma që të ka burg. Sa dhuna fizike, ajo o të myt, o të mund të lënë me një pasoj, por në fund fundit shërohet. Qartë, por po ashtu sot Haradinaj janë mbajtur shumë protesta në Tiranë, në Prishtinë, në Hagë, gjithashtu dhe në vende të ndryshme të Evropës. Tashmë ditën e nesërme pritet që të mbahet edhe në Shkup. Çfarë sinjalesh janë këto? Kisha, fundit protestat janë çdo kohë demokratike, e sidomos në vendet të cilat janë deklaruar si shtete demokratike, ku respektohen liridhët e drejtat e njerëzit, si çdo kohë në botë. Flas për këto shtete. Rasti Maqedonisë, që duket Maqedonia po ka qef të krijojë një precedent që po e para përgatit diçka të cilën në mendoj se bashkë mirë nuk i bjen mirë Maqedonisë. Fund të fundit, njerëz kanë të drejtë të protestojnë, aq më tepër një popull që në Maqedoni në fillim është dashur dhe ashtu që do të jetë shtet formues, por që ka ndjeka nga preambula. Dhe vetëm ky precedent e isaj nuk hin në ligj konform si shtet formues, ku është popullsia më e madhe aty, mas asaj të deklaruar Maqedon, që asnjë ka bota se kombi, është i krijuar artificialisht nga vetë Tito janë atë kohë. Unë mendoj se Maqedonia do të jetë bombë e kurdisur aty ani pse llogaritet që është në NATO, llogaritet që ka siguri,
por mendoj që Maqedoninë do ta shkatërron vetë ai popull hegemon që është e sidomos në raport me shqiptarët. Kështu që ata po mundohen me gjetë disa probleme, unë mendoj që ata s'kan me pas arsye me kriju asgjë, ndërsa pjesa tjetër ne mendojmë që kemi të drejtë u do në përbot të ngrisim zonin anë mend shteteve ku ka shqiptar. Pse jo edhe në Maqedoni. Ka pasur dëshmitar, le të themi, që mund vullosin edhe fatin e ish krerëve të UÇK-s, ka qenë Wesley Clark, ai që ka deklaruar pro tyre, por përsëri kjo gjykat hesht. Pse po vonohet edhe dhënia e vendimit për të parë të lirë ish krerët e UÇK-s? Që në momentin kur pas ajo gjykat nuk mund të jap këtë vendim. Se tani kjo ka hyrë procedurat e përfundimit të procedurës dhe në këtë moment juridikisht edhe po të doj, unë mendoj që është e pamundur. Kreç ka mundet të bëjë është që ajo mund ta shpejtoj procedurat, mund të shpeshtoj seancat për të bërë përfundimin e duhur. Kështu që për këtë pjesë unë kam kuptim sepse juridikisht është në rregull. Kjo gjykat ka mujt herët me i gjujt ata akuzat si të babaza me përfundu gjykimin, s'ka dash, nëse për kur që tjetër vetë procesin që më thonë, ekonomik të vetë jepit të tyre të përfitimit të vetë ati grupi dhe asaj gjykate, sepse ajo gjykat ku i kryjnë të procesin nuk do të jetoj mu, nuk do të ekzistoj mu. Prandaj ata du të gjojnë vene të reja vetit. Dhe prandaj po thëmë këtu s'mundet, por që ka mundet, dhe që kam i bidon. Kam i bidon sepse e thashtë me barë, ka dëshmu njerëz të cilët e kanë pas në plan të dorës gjendjen faktike dhe ajo që ka është më esenciale për atë që ka vetëm 2 konkrament deklarata e Wesley Clarkit ku thot akta ku ai pyetet a qëndrojnë akta akuzat dhe ai thot akta akuzat nuk qëndrojnë. Prandaj besoj që dëshmia dhe vendimi final dhe vretja e parë dhe e mram pra trumgjikues sepse ata nëse shkojnë kështu, ata nuk është problem që do të dënojnë luftën që kes. Edhe ma pak me personalisht hashim tha që nëse tjetrin, por ata në këtë formë dënojnë edhe luftën e NATO-s, e sidomos luftën amerikane, sepse nëse ju këshirni historikisht, Amerika e ka suksesin e vetëm të ndërhyrës së saj në shtetët që ka bërë dejtar. I vetëmi sukses përfunditar që ka bërë këshirë mirë Afganistanin, këshirë mirë gjitha, këshirë mirë Siri, këshirë gjitha. Vetëm në Kosovë e ka bërë sukseset dhe avarësia dhe liria e këtij vendi, e shtetit tonë, është e bërë së bashku, kuptohet nuk që kënë, është finale, pra produkti final është vetë Kosova pa bërë shtet demokratik, e shpallur nga vetë, po ai person që sot pa akuzohet, atëherë si kryeministër Hashim Thaçi. Thënë këto zoti Haradinaj, kur mendoni që mund të lirohen të burgosurit e Hagës? Qëshone, çdo herë kom deklarue edhe pse tjerë kanë folë, por në bazë të procedurat që i kom pa, që kanë shku dhe përvojës teme vendime që i kanë marrë duke mos krahasue procesin gjyqësor timin në raport me ata, unë kam thonë që prilli dhe maj, por tash se shoh do të jetë fund maj ose fillim qershori maks, sepse në procedurat që po shkon, ata kanë në dorën e tyre 6 muaj ditë nga përfundimi i gjitha procedurat, mas javë përfundimtare që e mbrojtja e prokuroria, ata kanë nga 2 deri në 6 muaj afat për me dojnë me një vendim. Kështu mendoj që duke llogarit që ata janë zhvatës ekonomik, të mundohen që sa ma gjatë me gjatë të dur, ka rrezik, që nëse ata marrin buxhet edhe këtë vit të madh, ka rrezik që ata do ta ndajnë vendimin, që në prezë gjithçysh lirim, po do ta ndajnë vendimin 1-3 ose 2-2, sikur ka qenë rasti i Haradinajt, atëherë kur të gjithë lirohen për Laj Ibrahimaj është dënuar në dënim, për të pritur vendimin e shkallës 2 që do të merr diku 6 muaj deri 8 muaj dhe pastaj që edhe ata tjerë të lirohen. Është ky rreziku më i keq që unë mendoj, më i keq që mendoj juridikisht
në mundësin të cilat atë kanë ata tash duke llogarit apetitet e tyre financiare. Përndryshe, do të ishte dashur të çiqen të liroj. Kjo do të ketë ndikim pastaj edhe në dënimin e Sali Mustafa dhe Pjetër Shanës, sepse ai neni atje për grup të përbashkët kriminal për veprimtari kundër njerëzimit, unë mendoj që ajo pikë aty ishte në rrezikim për t'jo hekur peshën apo shumën e dënimit kapital që ata kanë bërë. Për secilë pikë veç e veç. Po diferencimin dhe heshtjen, le të themi, të qeverisë në detyrë të Kosovës, si e keni parë, zoti Nasim Haradinaj? Qëre, unë shpesh e deklaroj, po këta nuk e shoh këtë heshtje, unë në kuptim nuk e kritikoj për çështje partijake apo për çështje të mos pajtimit politik me atë parti apo këtë parti. Diferencimi thjesht unë është një frikë e pushtetit e panevojshme. Cila nuk do t'i bën derë as sot as në histori. Sepse tu do të humb edhe partia në pushtet që s'po bën asgjë. Tu do të humbin të gjithë ata të cilët i gëzohen këtij arresti dhe i gëzohen ose ka disa që edhe lutën për dënim. Prandaj të pavetishëm janë njerëz individual. Por për mua pushteti është egzakt me vetdije dhe egzakt qëllimisht për qëllime miskine të vogla që i tutën një konkurrencë që në fundit është e panevojshme edhe në një shtet demokratik për të qenë edhe vetë pushteti mirë, duhet pak të ta ketë një opozit konstruktive po dhe të fortë, sepse atëherë kemi shtet. Dhe kjo nuk vlet vetëm për Kosovën, vlet për gjitha shtetet, ku ki opozit të fortë, pushteti është 100 herë më i mirë për popullin, po edhe për vetveten, sepse i jepet mundësia të përmirësohet aty ku ka bërë. Qartë, zot Haradinaj, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë, faleminderit shumë për gjithë punën që ju bëni edhe për të mbrojtur të drejtën ndaj ish krerëve të ushtrisë qytetare të Kosovës. Shumë faleminderit gjithmonë. Respekti për ju, unë po bëj vetëm detyrën time në fundit si qytetar, por edhe detyrën time të edukimit familjar që ka marrë. Ani pse edhe ka pas pasoja, por jam krenar me atë. Faleminderit shumë. Respekte.